Atëherë çmimet e konsumit në Shqipëri po rriten gjithnjë më shumë, ndonse sipas të dhënave nga Instat, shtetimi i marrave dhe i shërbimeve ka qenë 2.6%, vetëm nafta është rritur me rreth 16% deri tani, ndërsa perimet me rreth 10%. Zoti Muça, rrezikon Shqipëria të futet sërish në një krizë çmimesh? Situata është një situatë që vjen nga faktorë ekzogjen, nga faktorë të jashtëm dhe asnjëherë nuk kemi gjendje të përgjigjemi se është një krizë ndërkombëtare që ka nisur nga një konflikt në lindjen e mesme. Nëse ky konflikt do vazhdojë, me siguri situata mund edhe të përkeqësohet. Kam përshtypjen gjithsesi që përtej të gjitha këtyre aspekteve, pas një rritje të shpejtë të çmimeve të naftës dhe kjo rritje e naftës nëse nuk mbyllhet konflikti në lindjet e mesme ka tendenca që të vazhdojë të rritet edhe në vijim. Për sa i përket produkteve bujqësore, frenimi duhet që të ulet për arsye që përmendë edhe pak ditë më parë nga një televizion kombëtar që produktet, për shembull domatet, një produkte që ka pasur më tepër rritje në këto ditët e fundit, para pak ditësh importoi me rreth 62 lekë në importe dhe pastaj dilte në tregun e pakicës nëpër lagjet e caktuara të Tiranës deri në 450 lekë për kilogram, që nuk kupton disa fish më tepër. Pra kjo është një abuzim nga tregtarë të caktuar duke përfituar nga situata. Pra, ajo që do të thoja është fakti që kjo rritje e çmimeve, sidomos e produktet bujqësore, vjen si pasojë e rritjes së kostos të prodhimit. Sigurisht ato kanë ndikuar patjetër sepse kemi pas një rritje me gati 40% të një pjese të produkteve kimikateve që përdoren në bujqësi, si urea, si pesticidet e caktuara të tjerë, që kanë një impakt te produkti final, te produktet finale bujqësore që shkojnë nga 10 deri në 20%. Por që në thelb, në vetvete, shumë faktorë të tjerë nuk kanë ndryshuar. Në të ardhmen do kemi një shtrëngim të kostos së naftës, automatikisht kjo reflektohet te punimi i tokës. Por që në thelb nuk duhet të kemi rritje të ndjeshme të çmimeve siç e kemi parë në këto ditët e fundit. Megjithatë, risku ekziston gjithmonë. Duke qenë që jemi të varur nga importet, automatikisht kjo mund të reflektohet edhe në tregun vendës. Pra rritjen të produkteve të importit do të bëjë që edhe produktet vendase në tregun vendas mund të rriten. Për një vend me të ardhura të ulta si Shqipëria, kush po goditet më fort nga kjo rritje? Të shtresat në nevojë, pensionistët janë shtresa më vulnerabile e popullsisë, duke qenë që pensioni mesatar aktualisht është mos lavdari rreth 19.800 lekë apo rreth 20.000 lekë të reja. Po të kemi parasysh që minimumi jetik është rreth $6.8 për frymë, nuk kupton që pensionistët janë një shtresë vulnerabile. Po ashtu të gjitha ato familje që marrin asistencë sociale, përsëri pjesë e popullsisë që dëmtohet nga kjo situatë. Të tjerë janë të gjitha ata me paga minimale apo punëtorë të pakualifikuar. Kështu që këto janë shtresat më të prekura. Pastaj të gjitha shtresat e popullsisë normalisht nga rritja e çmimeve preken. Rritja e çmimeve të naftës normalisht do ketë impakt tek logjistika. Logjistika do të rritë çmimin të shumë produkteve të tjera. Pam sot në Tiranë se si u reduktua flota e autobusëve në përdorim, që normalisht dha efekte qytetarë që deshet të kishin radhë më të gjata, pritje më të shumta të tjera, kështu që normalisht preket kryesisht stresat në nevojë, po dhe stresa e mesme apo stresa e pasur po si sigurisht që preket pak nuk e reduktuar, le të themi, ndoshta kursimet e tyre për të ardhmen, ndoshta ata nuk preken direkt e reduktimi i konsumit, po preken të reduktimi i kursimeve. Qeveria ka deklaruar se masat mund të fokusohen tek pensionistët, ndërkohë që vendet të tjera kanë paketa më të gjera mbështetëse. Pse Shqipëria nuk subvencionon më shumë? A ka frikë nga mboshatisja e arkës? Është një situatë shumë komplekse. Sot po diskutojmë me një koleg që jeton dhe është edhe politikë bërës në një nga shtetet fqinje. Dhe ai po thoshte që kjo situatë nëse do vazhdojë edhe për shtetin jon, që është nga ato shtetet që ka marrë masa konkrete nga kthimin e TVSH-së të tjera tek TVSH-së ekstra tek transportuesit e të tjerë, në vetvete mund të vazhdojë gjatë. Ose do vazhdojë gjatë, normalisht do shteti do vendoset në vështirësi, njëta gjë në Shqipëri. Vetëm reduktimi i TVSH, vetëm reduktimi i aksizës me 20%, nëse do vazhdojë për një kohë të gjatë dhe do ruajmë sasitë e vitit të kaluar, ka një impakt që mund të shkojë 50-60 milionë euro.
nga një anë, nga ana tjetër dikush mund të thotë, ok, do rritet TVSH-ja, por që rritja e çmimit të naftës, e kemi parë që se si Shqipëria vazhdon të konsumojë në vendet fqinje rreth 1.000 ton naftë në ditë në këtë periudhë kohë, kështu që me shumë gjasa do të bie edhe konsumi. Pra, efektet janë komplekse edhe për qeverinë, nuk është e thjeshtë që të marrë masa konkrete apo të subvencione të tjera. Ajo që normalisht mendohet në të tilla kushte, ashtu si qytetarët e thjeshtë shëndojnë rripin apo reduktojnë konsumin apo reduktojnë kursimet e tyre, ndoshta edhe qeveria mund të marrë konsiderat në momente të caktuara që të reduktojnë ndoshta shpenzimet e saj, të mos realizoj komplet planifikimin e investimeve apo ndoshta edhe planifikimin e të ardhurave, dhe këtë ta çojnë në mbështetje të shtresa me nevojë, siç janë pensionistët, siç janë familjarët apo bizneset të caktuara. Në fakt është përmendur pjesa që të ardhurat shtesi do vinë nga TVSH-ja tek nafta, do të shkojnë për mbështetjen e pensionistëve. Uroj që kjo situatë mbyllet sa më shpejt, sepse është një situatë e vështirë për të gjithë. Kështu që normalisht do të mbështetur çdo shtresë në të subvencione, por dhe termi subvencion është një term kaq i gjerë dhe duhet kuptuar në vetvete që ku shkon, se konkretisht në qoftë se të subvencionohet një produkt i caktuar, a jemi të sigurt që subvencion do shkojë gjithë në xhepat e qytetarëve, pra kjo reduktimi i çmimit që duhet të vijë nga subvencion do shkojë në xhepat e qytetarëve apo ndoshta tregtarët do përfitojnë nga situata dhe të arkëtojnë më shumë. Pra nuk është një situatë e thjeshtë, kështu që ajo që do kritikoja më shumë qeverinë në ditët e sotme që po flasim është që a duhet të merrte më shpejt masa, pra ne përjetuam këtë situatë e luftës në Ukrainë, ndoshta duhet të ishim më të përgatitur nga situata të tilla që vijnë nga faktorë të jashtëm. Kjo ndoshta duhet të na jepte më tepër mundësi, ku ta dimë, të kishim rezerva strategjike të naftës në momente të caktuara, të hidhim një pjesë të rezervave tona strategjike në treg për të reduktuar çmimin, apo ndoshta të hidhim rezervat tona, një pjesë të rezervave tona strategjike për të mbështetur sektor të caktuar të ekonomisë të tjerë. Këtë këtë gjë duhet ta kishte bërë dhe duhet të ishte menduar që kur filloi lufta në Ukrainë që do i pam efektet. Dhe sot situata, konflikti në lidhjet e mesme dhe gjeti të papërgatitur, por që nëse do mendojmë si ekonomistë që okay, të subvencionojmë më shumë, të reduktojmë taksat e të tjera, në fund të ditës në çdo qeveri mbahet nga të ardhurat fiskale, pra nga taksat, dhe ato taksa pastaj i transformon në shpenzime dhe në shërbime për qytetarët. Nëse do reduktojmë këto taksa, normalisht edhe qeveria ka më pak mundësi që të ofrojë shërbime për qytetarët. Si shpjegohet që inflacioni zyrtar është 2.6%, por qytetarët ndjejnë rritje shumë më të lartë në përditshmëri, apo maskohen çmimet reale? Një perceptim të tillë kam pasur edhe unë shpeshherë, thjesht që shpeshherë që perceptimi i tregut është ndryshe nga ai që jepet nga inflacioni. Në fakt, në momentin kur filloi konflikti në lindjen e mesme, që në shkurt që në ditët e fundit të shkurtit, automatikisht Banka Qendrore Europiane pati një rishikim në rritjet e inflacionit, qoftë në ato të ditëve të fundit të shkurtit, qoftë në inflacionin e pritshëm në mars, prill, maj. Ajo që vjen të re në Shqipëri që inflacioni është akoma në nivelin e 2.6%, por që kur shikojmë se si llogaritet inflacioni merret nga indeksi shportës së konsumit, që nëse gabohem përbëhet nga rreth 30 artikuj, kështu që momentalisht janë bën, ka patur një rritje të çmimit të naftës, po jo të energjisë të kompleks, ka pasur të rritje të çmimit të disa produkteve njësore, po jo të produkteve të tjera. Dhe ndoshta kjo është arsyeja. Faktor tjetër që duhet shpjeguar është fakti që ne rreth 60% të inflacionit që ne kemi në vend, kemi inflacion të importuar nga jashtë, pra vjen si pasojë e importeve që bëjnë nga vendet fqinje. Edhe kjo importimi i inflacionit, në thonë sa na çon që dhe efektet në inflacion të jenë me ndoshta 3 deri në 6 muaj vonesë. Kështu që se inflacioni është 2.6%, sot duhet kemi parasysh që pas 2 apo 3 muaj do shikojmë inflacionin në real, pra do kemi një inflacioni do jetë në rritje, do jetë shumë tepër se sa kjo që është aktualisht. Nafta është rritur me 16%, por çmimet e produkteve bazë po rriten shumë më tepër. A është ky abuzim apo vjen si pasojë atyre që lart përmende? Unë kam përshtypjen që një pjesë është edhe përfitim nga situata.
me të perceptimi është që shumë për tregtarëve që sot tregtojnë natë me shumica apo me pakicë, jo domosdoshmërisht, të paktën ata të shumicës, jo domosdoshmërisht naftën e kanë bërë në këto ditë. Kanë bërë me çmimet e periudhave të kaluara. Paktën është perceptimi, jetë perceptimi i gabuar. Aspekti i dytë ka të bëjë me faktin që u ngrit bordi i transparencës dhe vendos që marzhet e fitimit me pakicë duhet të jenë jo më shumë se sa 12 lekë për litër. A është 12 lekë për litër mjaftueshëm apo pak për të përfituar? Për mendimin tim është me thënë është mëse i mjaftueshëm, ndoshta do të ishte edhe më pak se sa kaq, duke marrë në konsiderat dhe të themi se sa duhet të shes sa litra karburant duhet të shes një pikë karburanti e suksesshme apo eficient. Shpeshherë ndoshta tregu jon është i populluar nga këta distributorët e shitjes me pakicë, ndoshta kjo në një farë mënyrë krijon edhe ineficiencë në treg. Pra në thelb, në vetvete, për mendimin tim ka një përqendrim të theksuar të importuesve me shumicë dhe të tregtarëve me pakicë. Pra, aktorë të caktuar kanë një përqendrim të theksuar, qoftë në shumicës, qoftë të pakicës. Kjo në një farë mënyrë mund që çmimi ata të influencojnë të shënjëpinë dhe ka përshtypje që kjo përmend edhe një ndoshta abuzime në momente të caktuar dhe ta përmenda apo ashtu të domatet që si ka mundësi që një produkt që importohet me 62 lekë pastaj të dalë në tregun e pakicës me 450 lekë, pra i bie gati 8 fish më tepër, që tregon në një farë mënyrë që shiko se ka dhe abuzime apo përfitime ka situata. Po, a duhet të rikthehet një mekanizëm kontrolli si bordi i çmimeve për produktet bazë, apo kjo do ishte një ndërhyrje jo e nevojshme? Jam ekonomist dhe jam se shkollës së mendimit ekonomik që nuk e preferoj shumë ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Thënë tregu, nëse do kemi një treg konkurencial, tregu autorregulohet. Nëse ne nuk do kishim këto përqendrime në tregtim me shumicë, në importet me shumicë apo tregtim me pakicë përqendrime të tregut, kjo do na bënte të mënyrë që tregu t'i përcaktonte vetë çmimet aty ku çmimi jetë i barabartë me konsumat gjeneral, pra të jenë çmime relativisht të ulta dhe mos të ketë abuzime në treg. Unë do preferoje nëse do kisha mundësinë tepër se sa këto bordet e famshme që në një farë mënyrë bliden dhe shumica atyre kontrollohet nga operatorët të tregut, që praktikisht operojnë në interesat të tyre, të preferoja një treg konkurencial, pra shteti të ndërhynte që të monitoronte nëse kemi përqendrime të tregut, oligopole, kontrolle të tregut ku bëhen ku operatorët të caktuar bëhen bashkë të tjerë. Nëse shteti do bënte të mundur eliminimin e këtyre fenomeneve, atëherë tregu do autorregulohet dhe çmimi do ishte shumë të ulta në treg. Pra, për ta përmbyllur do preferoja më tepër ndërhyrjen për të rritur konkurrencën më tepër se sa ndërhyrjen për të kontrolluar çmimet. Sa rrezik ka që kjo situatë të shtyjë më shumë shqiptarë drejt emigrimit për arsye ekonomike? Kanë emigruar kaq shumë shqiptarë në këto vite sa me thon shpeshherë pjesë veten që për çfarë emigrojnë në shqiptarët në ditët e sotme. Sepse për te aspektit të shkollave që nuk kanë lidhje me çmimet aktuale, cilësia e shkollave lë për të dëshiruar. Cilësia e shëndetit publik lë për të dëshiruar. Pra, këto faktorë sigurisht cilësia e kontrollit ushqimor lë për të dëshiruar, kështu që këto janë faktorë që stimulojnë shqiptarët të emigrojnë. Për sa i përket pastaj pjesës së çmimeve, ka përshtypje që shqiptarët nuk duhet më të largohen, apo ka përshtypje që një situatë është e vështirë kudo që të shkohet në çdo vend të Bashkimit Evropian apo ndoshta edhe më larg është po ashtu e njëjta situatë. Pra, çmimet janë të larta, qerat janë të larta. Që të jetosh duhet të bësh ndoshta më tepër se sa një punë apo të punosh më tepër se sa 8 orë në ditë. Kështu që sot që ne po flasim në shumicat e rasteve, pra nuk duhet ta përgjigjsoj sepse ndoshta dëgjuesi do thonë që po përgjigjson një situatë dhe do ketë shumë nga dëgjuesit që do thonë që nuk është e vërtetë kjo gjë që po them. Po unë kam përshtypjen që sot në Shqipëri që po flasim ka punë dhe ka mundësi të punosh dhe të bësh më tepër se sa një punë dhe të përfitosh mjaftueshëm. Sigurisht për ata që ndoshta kanë edhe le të themi arsimi përkatës, kanë eksperiencë në dure të tjera. Edhe në vendet e tjera situata është pak a shumë dramatike, pra kemi pasur rritje të çmimeve në vende të shinje, kemi pasur rritje të çmimeve të produkteve të tjera, kështu që
edhe shqiptarët që emigrojnë sot domethënë kanë relativisht të vështirë të ndërtojnë jetën në një vend si emigrant. A është zhvlerësimi i euros një faktor që po e përkeqëson situatën për prodhuesit vendas dhe në fund për konsumatorin? Zhvlerësimi i euros stimulon importet dhe penalizon eksportet. Kështu që zhvlerësimi i euros në këtë aspekt në një vend që si neve që importojmë shumë produkte, duhet të ishte një faktor pozitiv që të reduktonte shumë në treg, përkundrazi ka ndodhur e kundërta, kështu që ka përshtypje që nuk është norma e këmbimit ajo që ka ndikuar te rritjet shumit aktuale. Zhvlerësimi i euros, më saktë nuk është zhvlerësimi i euros më tepër se sa shforcimi në vendin tonë vendase, ka të bëjë domethënë dëmton eksportet në këtë situatë, në eksportet tonë në vend të shtrenjta në tregjet ndërkombëtare. Kështu që ne shikojmë tepër se që kjo norma e këmbimit ndikon tek produsit e tek eksportuesit më tepër se sa tek tregtarët që importojnë nga jashtë.